Muzika baroke spanjolle mbushi Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë në kuadër të edicionit të 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Baroke, Vox Barok. Koncerti me titull Dashuri, Besim dhe Çmenduri u mirëprit nga ardashësit koçar, të cilët ndoqën me interes një program të pasur artistik. Në skenë u ngjitën artistet spanjolle Susana Crespo Helt, mezzo soprano, dhe Amaya Fernandez Pozuelo në klavicembal, të shoqëruar nga një grup balerinësh dhe një aktor, duke sjellë një ndërthurje të muzikës, interpretimit skenik dhe vallëzimit që krijoi atmosferën e epokës baroke. Sì, è la prima volta che siamo qua in Albania. Është hera e parë që vinë në Shqipëri, jemi shumë të nderuar që jemi në këtë koncert. Ndihemi shumë mirë. Jemi të bindur që muzika jonë do ju pëlqejë. Programi trajtonte 3 tema: dashurinë, besimin dhe shpresën. Jetojmë bashkë të trejat e njeriu. Gjithë artistët kanë shkruar për këto 3 tema dhe koncerti trajton dritën tek njeriu. Për sa i përket festivalit, këtë vit kemi Korça është nata e dytë me grupin spanjoll dhe vijojmë më pas i kemi dedikuar këtë vit festivalin për dancës, këtu kemi dhe kërcim, bashkuar me muzikën, me muzikën baroke, por dhe këtë vit dedikojmë 35 vjetorin e emigrimit të shqiptarëve në 91-shin, dhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme se kam qenë një nga ata që dhe unë kam emigruar me manijet dhe flitet për një spektakël që është bërë në Itali në Taormina, në festivalin e Taorminës, që është një amfiteatër grek, ku ndërthuhet muzika baroke me 3 balerinë dhe me një aktore e cila rrëfen tragjedin shqiptare dhe të emigrimit. Interpretimet e artistëve u duartrokitën gjatë nga publiku korçar, ndërsa koncerti konfirmoi edhe një herë interesin që Korça vazhdon të ketë për aktivitete kulturore të këtij niveli. Ky festival vijon të sjellë në qytet artistë ndërkombëtar, duke u kthyer pikërisht në qendër të rëndësishme të muzikës klasike dhe baroke në të gjithë rajonin.